Pas takimit me kreun e ri të OSB-s në Serbi, Marcelo Peshka, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehu besimin e tij se përvoja e pasur e tij diplomatike do të kontribuojë në përmirësimin e proceseve në të cilat do të punojmë së bashku. Theksova veçanërisht se Serbia, pavarësisht sfidave me të cilat përballet, beson se OSB-ja ende përfaqëson platformën më të rëndësishme të sigurisë për dialog dhe se është e gatshme të kontribuojë në ringjallëmin dhe forcimin e dialogut konstruktiv, ka shkruar Vučić në Instagram. Ankesa e paraqitur nga lista serbe në gjykatën kushtetuese të Kosovës lidhje me zgjedhjen e zëvendëskretarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serbe është ende në shqyrtim, njoftoi gjykata kushtetuese e Kosovës. Ankesa në gjykatën kushtetuese u paraqit me 16 tetor pas zgjedhjes së Nenad Rashiqit si nën kryetari i Kuvendit me sugjerimin e kryetarit të Kuvendit Dimal Basha. Deputetët nga lista serbe pretendojnë se në atë rast është shkelur kushtetuta dhe rregulloria e punës së Kuvendit, si dhe vendimi i mëparshëm i gjykatës kushtetuese. Seanca jashtëzakonshme paradite e Kuvendit të Kosovës në rendin e ditës së cilës përfshihej propozimi i buxhetit për vitin e ardhshëm dhe marrëveshjet ndërkombëtare u ndërprej pas një diskutimi të shkurtër sepse deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës as nuk u paraqiten në bankat parlamentare. Pas dite mbahet seanca e dytë e jashtëzakonshme e Kuvendit në të cilën deputetët duhet të deklarohen për mandatarin e ri për përbërjen e qeverisë. Lau Konjufca, përfaqësuesi i partive të lartë përmendura, njoftuan se nuk do ta votojnë Konjufcën dhe afati kushtetues për formimin e qeverisë ka don nesër. Ministri i Punës të Brendshme i Kosovës në mandatin teknik Xhelal Sveqlia njoftoi mbrëmje se gjatë kontrollimit policia e Kosovës ka gjetur uniforma dhe gjaketa ushtarake me amblemet e ushtrisë së Serbisë dhe një granatë antitank në një ndërtesë të pabanuar në fshatin Jarinje e Poshtme. Ne vazhdojmë të çmontojmë elementet kriminale dhe terroriste të Serbisë me qëllim që të sigurojmë sigurinë e qytetarëve tonë dhe mbrojtjen e Republikës tonë. Ne do të vazhdojmë punën e angazhimit tonë për zhdukjen e të gjitha mbetjeve terroriste të Serbisë në vendin tonë, ka shkruar Sveqlia në Facebook. Ulëmtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović beson se ish generali amerikan Wesley Clark gjatë dëshmisë së tij në Hag vazhdoi me dëshminë e dëshmitarëve të mëparshëm të mbrojtjes, të cilët pohuan se UÇK-ja nuk ishte as pak një formacion i organizuar dhe se krimet kundër serbëve u kryen për hakmarrje. Vojinović tha për Kosova Online se një dëshmi e tillë justifikon krimet e kryera kundër serbëve dhe se Clark do të dëshmonte ndryshe nëse generali Jackson, komandanti i parë i KFOR-it, do të ishte gjallë. Avokati i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, konfirmoi një strategji të mbrojtjes të tillë dhe theksoi se ekziston një betejë vazhdueshme ligjore midis prokurorisë dhe mbrojtjes nëse janë përmbushur elementet e përgjegjësisë komanduese dhe elementet e një ndërmarrje kriminale. Punëtorët e radio-televizionit të Kosovës njoftuan se do të hyjnë në grevë të përgjithshme nga hëna sepse pavarësisht apeleve ende nuk i kanë marrë pagat. Sindikata deklaroi se shërbimi publik është në një krizë të rëndë financiare dhe se institucionet nuk kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm. Menaxhmentit ju kërkua të mos mbuloj asnjë ngjarje politike derisa të plotësohen kërkesat e tyre dhe sindikata njoftoi se protestat së shpejti do të përhapen në rrugë me mesazhin se masat do të ashpërsohen derisa të plotësohen kërkesat e punëtorëve. Në disa zona serbe, kryesisht në Kosovën qendrore, pati përmbytje për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe zyra. Për Kosovë dhe Metohi njoftoi se është në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e tyre në terren dhe do të ndihmojë në riparimin e dëmeve siç ka bërë çdo herë deri më tani. Pasi tërhiqet ujë, komisionerët do të rendisin nevojat reale për riparimin e dëmeve. Rreshjet shkaktuan përmbytje në Prishtinë dhe Ferizaj. Në Prishtinë vendbanimi i vranjevës u prek veçanërisht, ndërsa në Ferizaj dhe fshatrat për rreth ujë dhe balta hynë në oborre dhe rrugë.
Moti nesër në Serbi do të jetë pjesërisht me vranësira hesparësere me reshje shiu do të fryer e lehtë juglindore, ndërsa ere fort në zonën e Kurshavës dhe në jug të Banatit temperatura mëngjesi do të jetë nga 2 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 19 gradë Celsius.